Ju përshëndes, 6 maj, falenderoj të gjithë dashamirët e mi që kanë uruar datëlindjen, ishte një lajm i bukur, ma bët ditën më të bukur. 6 maj, jemi më pak se një javë nga votimi në Shqipëri. Ju kujtoj që zoti Trump e përmbysi fushatën e tij javën e fundit. Mjafton të tregoni mungesën e rekordeve të Ramës, ai është i larguar. Nuk shkon kurrë 70 deputetë, edhe pollet e organizuar nga njerëzit të afërt tij e nxjerrin tek 38 te 42, pra është 38. Në qoftë se opozitën e nxjerrin 35, do të jetë 39. Ti je realist. Sot Wall Street Journal, gazeta më e madhe e djathtës amerikane, pronë Murdochut që është pronari Fox News, ka pasur një shkrim të gjatë për La Civitën. Titulli është Make Albania Great Again. Ai thotë që La Civita, arkitekti, shkruhet në artikulli fitore zoti Trump, kërkon të luajë të njëjtin skenar në Shqipëri, sepse Berisha thotë ka qenë kryeministër i sankcionuar nga amerikanët, nga administrata mëparshme, ashtu siç ishte i akuzuar për krime të shumta presidenti Trump. Pra, $6 milion me fondacione janë kot në qoftë se do dinin me zgjuar si disa shkrime ose në ndalin në televizionet që konsumon zoti Trump. Personalisht nuk them se Trump lexon Wall Street Journal, por sekretari Rubio pa diskutim po. Përmes këtij shkrimi tek zyra Rubios, por tek Trump, te stafi i tij, shkon Shqipëria. Shkon sepse çfarë do La Civita atje, këmbështet. Pra kështu çështja jonë ndërkombëtarizohet dhe hyn tek ato diskutimet e djathtës amerikane që kanë mbështetur hapur djathtën në Rumani, kanë investuar në Australi, pavarësisht se nuk kanë fituar, kanë mbështetur në Gjermani. Pra është një frymë e re që duhet përfituar, ta përfitojë opozita shqiptare. Ato pollet për mua janë skandaloze, por një poll që e nxjerr 38% Ramën ndër 42, eq margjin e gabimit është 38, nuk fiton kurrë me 38, ndërkohë që opozitës do të shtosh 4 ose 5% se dihet se si realizohen pollet në Shqipëri. Shanset, mundësitë janë. Megjithatë, administrata e re kishte mundësi ta ndihmonte opozitën nëse hiqte në ngratën. Problemi është që nuk është lobuar te kjo, apo është shpensuar miliona dollar nga njerëzit e Ramës, i cili ka lobist, por nuk e deklaron. Për mendimin tim e kam thënë që lobistët duhet ndalohen fushatat shqiptare, pollet e huaja gjithashtu, mos ndikojnë. Në qoftë se Rama nuk nxjerr bandat, turprohet dhe hikën ashtu siç meriton. Në qoftë se jetë bandat, administrata e re nuk do të jetë si administrata Blinken. Besoj e keni parë ndryshimin tek ambasada amerikane në web page-in e saj, kur është bërë një citat e G.D. Vance-it që demokracia funksionon kur dëgjohet zëri njerëzve dhe jepet një vot. Natyrisht, në çdo vend të botës kur qeveria ka 12 vjet, ata zëra që janë kundra janë të opozitës. Për të kaluar tek politika amerikane, zoti Trump ka bërë disa duke dalë në shumë kanale televizive, natyrisht që ka edhe një inflacion deklaratash të pa kontrolluara dhe me njëre majta që Orren fillon të sulmoj duke nxjerrë segmente që ai nuk do të zbatoj kushtetutën, ai thotë do të ketë recesion, të gjitha janë me if. Trump natyrisht ka të drejtë të kundërshtojë çdo vendim gjykatësi e distrikti lokal që kërkon të përmbys politikën e tij të madhe, sidomos tek rasti i deportimeve. Është drejta ti deportoi, janë 20 milion të ka shkelur ligjin në Biden dhe me atë smeret njëri, kurse Trumpit i kërkojnë që çdo njëri që ka shkelur ligjin të shkojë përpara gjykatës, është e pamundur. Po diskutohet shumë për kabinetin e zotit Trump. Ai ka kabinetin e aftë o të paaft. Trump ka dy përvoja. Herën e parë në kabinetin e tij hyn njerëz pompoz, Rex Tillerson, sekretari i shtetit, që thuhet që ishte njeriu i Putinit, i cili mbas 2 muajsh e quajti me tmeta mendore zotin Trump. Ishin general, ishte Bolton, të cilët kërkonin të luanin skolastik dhe nuk e lejuan që të realizonte pikërisht platformat e tij, por në anën ekonomike ishte një sukses i madh. Amerika prosperoi. Dhe në bazë të këtyra të ardhurave, tani ishte përballë diçka tjetër. Donte të kishte njerëz besnik. Por mendoj me zgjuar si, për shembull, tek shëndetësia, do të vendos dikë
që është tërësisht kundra establishmentit, Kennedy. Kreun e inteligjencës do të vë dikë Borzelok Gabbard Taxley, kështu përkthehet, e cila ka qenë në listën e terroristëve të udhëtimeve. Tek FBI, thot Trump, do të vendos dikë që ka qenë i përgjuar dhe jetuar nga FBI. Tek Pentagoni do të vë një djalosh i cili ka qenë në ushtri, ka bërë një libër që ka platforma për të shkatruar establishmentin e vjetër. Pra, kjo ishte qasja. Natyrisht mori G.D. Vance, i cili më parë e ka sharë, e ka ofenduar, por e ka parë se si është gjunjëzuar. Tek departamenti i shtetit do të vendos dikë që edhe pse ka qenë kundërshtar, më ka mbështetur mua. Trump është me besnik, të njëjtin gjë ka te theksari, te tregtia, kërkon njerëz që të zbatojnë platformën e tij. Ka filluar të jetë efektiv në shumë drejtime, ka disa zëra që e sulmojnë, ndërta është ambasadori Bolton, do ta kem përsëri, i cili shpjegon se si funksionon Trump, kërcen nga një subjekt në një subjekt tjetër. Edhe tek tarifat, thot, ai në një moment caktuar do të shpall fitoren, do të bëjë një tërheqje pas, sepse u pa kur ngulte këmbë për tarifat, mas presioneve të Wall Streetit, bëri një tërheqje. Por duket se ka filluar të ketë efekt. Shumë vende kërkojnë marrëveshje. Trumpi thotë që po më lutën. Duke filluar nga India, në Kinë ka nisur protesta. Punëtorët nuk po paguhen në fabrika që funksionojnë me shitjet këtu. Do të ndodhë kjo në Gjermani, do të ndodhë në vende tjera. Me nënshkrimin e marrëveshjet paktën me 5 vende, ekonomia amerikane do të përfitojë. Benz po vrapon të ndërtoj fabrikat këtu. Hyundai, Honda gjithashtu. Toyota ka. Ai thotë, nëse ti prodhon këtu, nuk do të kesh tarif. Do të kesh lehtësira taksash. Forca punëtore kualifikuar është, dhe ti do të ndihmosh që të ulet ai deficit i madh, 1.1 trilion dollar. Do të rrisë buxhetin për Pentagonin 13%, por do ketë shkurtime drastike në gjithë departamentet e tjera. Të gjitha këto janë shumë pak për të luftuar uhan kombëtare që ka shkuar 37 trilion dollar, interesi është 1 trilion dollar, buxheti Pentagonit 1 trilion, deficiti tregtar 1.2. Shpenzuesi më i madh ishte Biden, nuk donte t'ja dinte. Shpenzime pafund. Edhe Trump ka shpenzuar. Nuk është konservator real republikan, zoti Trump. Temi real, është populist, kontrollon magën, por janë disa grupime në Kongres dhe në Senat që duan që parimet republikane, qeveri e vogël, shpenzimet vogla, liri e madhe të biznesit. Edhe nuk e ka kaluar buxhetin. Ka orvatje për të bërë disa shkurtime tek ajo që quhet Medicaid, sigurimi shëndetësor për të varfrit, janë 77 milion vet, i jepet një masë e madhe nga federalja dhe nga shtetet, dhe i match. Për shembull, nëse New Yorku vën 100 milion dollar, 100 milion merr nga federalet, 100 milion është pak. Trump kërkon që të ketë detyrime për punë për dikë që aplikon për këto. Ka drejt. Në lidhje me politikën e jashtme, duket që po gjunjëzon Iranin. Këtu do të jetë goditja atje e parë. Në lidhje me Ukrainën, me Rusinë, në nënshkrimi i Zelenskit tregon që Trump është i zgjuar, e ka bindur. Ai thotë që janë 300 miliard dollar të dhëna nga amerikanët, në fakt janë 170, dhe kërkon të marrë diçka pas, i takon, ka drejt. Por duke futur investimet amerikane, Ukraina e ka mbrojën. Frazat e ndryshme në media e majt kërkon që ta sulmoj, gafat janë të pafundme, kanë nxjerrë Kamala Harris, nuk ka asnjë shans fitoj me zotin Trump. Trump është bindur që nuk do të garojë për herën e tretë, ishin thjesht bombastike, nuk të rrihet nga Grenlanda, them se do të ketë një zgjidhje, se edhe mandatën e parë, ma ka thënë Bolton, ishin gati për ta marrë. Mund të jenë modalitete ndryshme, mund të jetë union, asociacion, janë disa vende të tjera, dhe për të kujtuar që kur është bler Alaska, është bler dhe Grenlanda, por nuk është ratifikuar asaj kohe nga Senati. Aty është një bazë ushtarake, mjafton të zgjerohet ajo bazë, sepse vetë vendasit kohën e nazizmit, kohën e Gjermanisë janë lutur Rooseveltit për dërguar trupa për ta mbrojtur dhe kjo ka ndodhur. Më vonë janë larguar. Në Panama po largon kinest. Për Trump po luan dhe po zbaton ato që ka thënë fushat. Duhet përfitojnë
Partit e qendrës djathtë, partit që duan kombin nacionaliste, doja shumë që të kishim një parti që thoshte hapës, kërkojmë bashkimin me Kosovën, ky është trumpizëm. Largojnë 3.000 iranianë nga Shqipëria, pse të jenë këtu. Afganët të shkojnë atje ku ishin nisur. Atë kampinjit dhe melionit pse talleni me ne. Kërkon të drejtën e çamërisë me stoizëm. Këto janë diçka që i afrohet zotit Trump. Megjithatë Shqipëria është Shqipëri, nuk është Amerikë, nuk është e lehtë të flasësh nga këtu, por shqiptarët e kanë dorë. Mos besoni pollet. Jam i zgënjur nga John McLaughlin, që është një emër që ka parashikuar fitoren e Trumpit këtu, po kur nuk ka asnjë amerikan atje, ti përdor një emrin. Nuk ka kinez ta pranoj as nga Nigeria që një parti në Ballkan dali 52%. No way. Ato barometrit më duken më logjike që nuk e çojmë shumë se 40% PS-n. Aty jam dakord. Lidhe me votat e diasporës e shpërndarje e tyre në vetë qarke, këtu në New York në shumicë është PD-ja. Duket në Gjermani, duket në Itali, nuk e di në Greqia. Ka probleme, ka. A duhet votojsh me zarf, mendimi im jo, mbase me elektronik. Duhet marrë përvoja vendeve të tjera. Kosova ka një përvojë. Le të shikojmë. Unë mendoj që Rama do befasohet nga votuesit. Është një urrëtie e madhe të shqiptarët, ai nuk vërteton dot asgjë. Qeveria Berishës e do e urren, nuk ka rëndësi, ndërtoi rrugë, ka fakt. Rama ka vetëm fasadë, vjedhjet skandaloze, njerëzit në përburgje dhe ka rreth 10 veta që nga balluku me kompani që janë gati për spak. Besoj se Shqipëria do të shpëtoj nga i përzgjedhuri në xhmies. Loja këtu për të blerë këtë administrat përmes kushtërit nuk funksionon. Mesazhi u dha me Vučić. Dhe Vučić bëri të njëjtën gjë që ky ka bërë me Obamën. Kërkonte me $1 milion të bënte një fotografi me donin e madh. Dhe nëse ti hyn në një aktivitet, është krim federal. Ramën e ka ndaluar, nuk ka hyrë në atë takim në San Francisco, dhe e di kush e ka bërë atë, do ta themi më vonë, por dosja nuk është mbyllur. Sepse e hapi i madhi Dana Roha e Barë, si nuk është mbyllur dosja me Ganigo. Ju përshëndes. Kudo në Shqipëri.